nëse shteti duhet të jetë i drejt në ekonomi, ai duhet të jetë po aq i drejt në hapësirën publike. Hapësira publike është e të gjithëve, që do të thotë e asnjërit me emër të përveçëm. Dhe këtu hyn një tjetër çështje që nuk mund të anashkalohet. Mediat. Një demokraci nuk jeton vetëm nga vota qytetare, por edhe nga fjala e thënë. Dhe kjo duhet të jetë e lirë për të qenë e vlefshme. Por fjala nuk mund të jetë e lirë nëse është e kapur nga interesat fshehta. Raportimet për financime me thos parash nuk janë vetëm një problem i etikës profesionale. Ato janë një kërcënim i drejt për integritetin e debatit publik. Sepse kur paraja hyn në mënyrë të padukshme, ajo nuk blen vetëm hapësirë mediatike. Ajo blen dikim, orienton narrativën dhe në fund deformon perceptimin e qytetarit. Një qytetar i dezinformuar nuk është qytetar i lirë. Ajo është i manipuluar dhe siç tregojnë edhe raportet, ky manipulim po vjen direkt nga armiqtë tonë, por që fatkeqësisht po gjejnë edhe argatin e tyre brenda vendit tonë. Ne nuk kemi asnjë interes të kufizojmë mediat. Përkundrazi, kemi interes që ato të jenë më të forta, më të pavarura, më hulumtuese, më kritike. Por pavarësia nuk mund të ndërtohet mbi fshehësi që financojnë shpifjen dhe dezinformimin. Liria editoriale duhet të jetë e garantuar, por ajo duhet të shoqërohet me transparencë të plotë të pronësisë dhe të financimit. Qytetarët duhet ta dinë se kush flet, në emër të kujt flet dhe me çfarë burimesh flet dhe nga kush financohet. Nëse secili biznes tjetër jep përgjegjësi për financat dhe burimet e tij, mediat gjithashtu duhet të jenë të njëjtin nivel të përgjegjësisë. Kjo edhe e mbron qytetarin nga manipulimi dhe dezinformimi, por edhe i mbron gazetarët dhe mediat e ndershme që raportojnë e informojnë me burime të sakta dhe financa të gjurmueshme. Ligji për këshillin e pavarur për media që do ta sjellim para jush nuk është për të kontrolluar median, por për të mbrojtur atë nga kopja. Cenzurë është pengesa e lajmit të drejtë, jo e lajmeve të pavërteta me financime të dyshimta. Dhe një demokraci që nuk e sheh këtë rrezik me kohë, rrezikon të humbas lirinë pa e kuptuar dhe me të njëjtën logjik ka vepruar edhe Bashkimi Evropian kur ka mbyllur transmetimin e portaleve dhe televizioneve ruse. Nëse në diktaturat të dikurshme kontrolloheshin rezultatet, sot nga oligarkia ka rrezik të kontrollohen premisat në mënyrë që të manipulohen rezultatet. Sot grupet e interesat nuk e prekin lirinë e shprehjes, ato kontrollojnë ekonominë e medias, ashtu që të mos ketë nevojë për ndërhyrje në lirinë e shprehjes.